Unë së mbynë subvencionet nëse se kam rjetën. Na kemi pas dome edhe ma herët. Na s'mi subvencionu asnjëherë për dome. Kështu që kisha bo apel këtë vit mu përkra. Nëse s'përkram këtë vit, nëse kemi fatkeqësi, inshallah do Zotit s'kemi pas shkuar, 2007 besoj për thamë se asnjë qytetar s'ka biskejt si tukma. Për vizita, s'kisha pas se. Duhem na më përkra, është momenti i fundit se ministria, qeveria, komuna do të më na përkra. Vjes të ka përkra. Kërkush, kem pas dome. Pingrica, -9 gradë, këtu ku jemi ka sa vjet. Këtu ku jemi. Edhe si më përkra as vjet. Koncept, këtë vjet, mës më dështu. Pjo betona, se nëse kem fatkeqësi viteve tjera, këtu asnjë zyrtar nuk ka me shkret këtë tukma. Fjallës du përkraj. Qështu, atë vazhdojnë të mëstoni. Koncept, për full, radjes, koncept, për full, atë jam përne. Kom rag, janë të shumë rrët 150 hektarë morë. Vista Qa kena menu na skemat tona, grante, këtë kena rishiku për 2 masa, i kena po 12 masa. Qa kena shti? Qenë që motë kështë i përparashikush. Shumë të përparashikush. Shështë, ka ndodhë disa herë. Ti pa të thonë para 3 vjetë pa të ndodhë. Qashtë? Ti kështë në thadhe para 7 vjetë. Gjithë vjetë po ka sfida. Qëre, bujqësia dajmë, ka do viteve të dhejta, breshni. Na do të mi parandalu. Po tana. Zotri Minister, a ka fonde emergjente për me ndihmu këta bojq që janë dëmtu nga breshëre? Na jemi këtu, se në fakt kemi pagesat rregullta për bojqit tu. Po nga ky vet kemi fillu me masa të reja. Masa të reja është për shkak të përshtatjes me klimën, me ndryshimet klimatike, kemi fut disa masa të reja. Masa e parë është bëroja për rjetin, që fermert, edhe nëse ka breshë, mos më dëmtu prodhim. E dyta serrat, kemi pa rastet e tjera, serra ka mujtë më dëmtu, po prodhimi me gjithat nuk është dëmtu. E treta është agrofolia, mbrojtja, sepse po kemi probleme edhe tek bryma. Po temperaturat. Temperatura. Ne duhet me menu tash, na në program qeveritar, po edhe në masat e këtij viti ju kemi përshtat. Mjerisht jo mjaftueshëm sa më mbulu të gjitha, se ende ka problem. Po e katërta që do të fillon, po ashtu është skema kombëtare, që në rast se ka dome, skema kombëtare për sigurimin bujqësor. Qëto janë 4 projekte të mëdha. Ndërkohë ne kemi marrë gjithë zyrtarët, Agencia e Zhvillimit të Bujqësisë, Instituti Bujqësor, me pa dhe masat agronomike, se çka ka, mas domit ka nevojë më trajtu dhe pema, se prishet pastaj. Duhet disa masa po shqytojmë, pranë javës ta kemi një raport prej gjitha agjensive tona, bashkëpunim me komunën edhe me fermerët, edhe do dalim me format se cila është ndihma më e mirë për fermerën. Po gjithsesi na e mbështesim fermerën vazhdimisht, i shpenzojmë rreth 100 milionë euro. Pa ka mundësi më orientua jo, si minimum këtyne më shumë, po për atë arsye dhe kemi është hera e dytë që po e vizitojmë nazën. Konkretisht këto done ministra. Po. Vetëm lek mungojnë. Ne dhënë lek për bujqet edhe punë kryme. Ja, veç marrët edhe lekun që shë investor. Sistemin e mbrojtjes. Mbrojtje. Pse s'na pyete edhe na tjetër pse s'kemi mbrojt përmet. Po. Pse s'na pyete? Do tash më na pyete edhe neve fermerëve të tjerë. S'na kanë mbështet qeveritë e kalume. Po. Se pash përzi pak me asi. Ky se ka fitu. Për shkak me qeverinë tonë. Po, na tjeve na kanë shtyt. Unë që vetë si fermer, ku më apliku 6 herë, kur s'kom fitu. Qa? I ka tje? Qëre, veç 10 metra kima aty afer, për mishtën. 4 hektare gjyshi kam për mishtë, 20 vjeqare, 10 vjeqare, edhe si jam i mbështetën prej pushtetit. Qka, janë që defekt, pse? A mosh ma spigu? Po, tash sigurisht në lidhje me qito, na kemi qenë... Jo, po do të fermerin, me 5 hektar, 6 hektar molla, do të me mbështet. Pse më marrë shkalu mu, pse më refuzu. Mirë, po tash ndihma se është, na i kena 2 lloj ndihmash. Ndihma është pagesa direkte, që jepet për hektar. Ajo, diçka tjetër? Jo, vetëm po tash.
Dhe këtë vit kemi rrit 30% për pemë. Pikërisht se dojmë inkuraju për pemë. Kjo është me ndihmu bujkut krejt shpenzimet që ai ka me t'i kalu. Sigurisht nuk është e mjaftueshme, po e kemi rrit 30% këtë vit. Dhe këto kemi diskutuar edhe me Nazin, që këto kur e kemi diskutuar. Dhe e dyta në konsultim pikërisht me Nazin, edhe me këta bujqit vyshëm, e kemi shtu 3 skema të reja te grantet. Rjetat, agrofolit, shumë e rëndësi dhe skema për mbrojtjen, skema kombëtare e sigurimit bujqësor. Tash, grante për prodhim, pse s'ke fitu, unë besoj që na do të ju garantoj që ato do të trajtohen me prioritet, e dyta meritokracia do të qeverisë në çdo pore, dhe nëse ki ndonjë ankesë ose një arsye specifike, unë jemi interesuar 24/7 me kuptu nëse ka pas një pengesë, edhe në dhënë ty një përgjigje. Të garantoj që gjatë qeverisë së shkon gjithçka me merit. Ministër, Po. ka drejt ministri i bujqësisë me pyet Bujkun ç'ës parti i takon. A ka drejt? Unë jam ministri i gjithëve. A ka drejt përmbyllë me një fjalë. Mund kanë pyet me çën parti i takon. Shumë keq. E domos nga ndihmë për shta komet Bujku është bujk. Politika ju në raport me bujkut është prodhimi. Prodhimi. Ne e kemi shqenë sot gjithandej kovrakës. Shumë mirë që i konë. Gjithë janë dëmtuar. Faleminderit për te që kjo ardhë. Të janë shpirtit tonë. Në fermerët tonë. Patriotizmi ata me prodhu qëto. Patriota janë qëta fermerë. Me prodhu ma shumë. Po kërfili. Mund t'ja bëj pyetje ministra. Po, shumë mirë. Sigurisht që për tresha që kanë ndodhur, dome që kanë ndodhur, është i njoftuar ndje. Edhe unë besoj shumë që nuk ka territor më dëmtuar në nivel të Republikës Kosovës se sa bujqësi Sogën, në këtë rast konkretisht që jemi në Kovrakë që dihet që ka edhe bujqë tjera fshatnave që janë dëmtuar në 100% në produktit, po flas për ata që si kanë pas të mbulume. Unë besoj shumë që ministri dje e ka marrë mundin edhe ka komunikuar me kryeministrin. E di që edhe qeveria bashkë me Ministrinë e Financave kanë planifikuar me fonde emergjente për situata emergjente. Me i bo pyetje direkte, jo në kuptim të termave financiare, por në kuptim të përgjigjes, që ta bëjsh me cilët jemi bashkë sa pothuajse gjithë ditën. A kanë mundësinë më prit 1% kompenzim për çdo domat që kanë ndodhur aktualisht. Normalisht të shpreh mirënjohjen edhe mirëseardhjen për krejt masat që i shpreh për të ardhmen që ka me u lecu edhe të bëmë të bujqësi edhe me u garantu produktet, mirë për domin që kanë ndodhur si vjet, a mujnë pas pritshmëri që ka më kompenzuar 1%. Kryetari se kemi diskutuar sot në mëngjes. Këtë punë dhe jemi marrë vesh me punu bashkërisht dhe sa të kalohet që kjo situatë. Unë e të falenderoj shumë për gatishmërinë, sikur se tash si miq kena me punu bashkë dhe sa të kalohet, se është interes të dy anshëm me ndihmu fermerët. Para është hapi parë që kërkohet është nga komuna, më themelu komisioni për vlerësimin e domeve, sa u informova unë prej te kjo veç ka ndodhur sot. Sigurisht ne kërkojmë që kjo të bëhet në afatin më të shkurt. Janë procedura birokratike, po shpresoj që mund t'i kaloni sa më shpejt. Ai raport kur kompletohet, i njëjti duhet m'ju dërgu agjencisë për menaxhim të emergjencave dhe agjencia për menaxhimin e emergjencave. Bazë të ligjit për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore e adreson ato tek qeverisja qendrore. Çështu shkon. Tash është hapa duhet më plotësu, sepse duhet më bëj vlerësimi i gjitha kulturave, gjitha domeve, edhe ato më përpilon në raport. Ky raport e bën komisioni, e çon në Kuvendi Komunal, miratohet edhe ai si raport i dërgohet agjencisë. Kjo është procedura. Po duhet të qëndruhet edhe Do të kompenzohen ministri fermerë. Po. Të njëjtat procedura faktikisht janë përdorur edhe për dëmet e vitet e kaluara. Çish më besu që kësa herë keni me çu këto deri në fund? Po procedura po prej vitit 2022 sa kemi përvojë këto shumë vëllë. Nuk ka pas kompensime deri tash, nëse jam gabim që ku janë bujqit. Nuk e di që ka pas kompenzim deri tash. Çish më besu kësa herë juve? Jo, nuk besoj që nuk ka pas kompenzim, në fakt nuk është ashtu. Ka ndodhur në vitin 2023-2024, kjo ka ndodhur në rajonin e Skënderajit, në rajonin e Mitrovicës, në rajonin duke jemi sigurt për Istogën, po e mbaj mend, sepse unë kam qenë kryetari i komisionit për buxhet dhe unë e pata miratu pikërisht atë ligj. Se ekonomi familjare. Kështu që domon e para. E dyta, kjo është procedura ligjore që parashit sa i përket kompenzimit të dëmeve. Procedura sa i përket mënyrës se këta duhet me fillu dhe nesër mas nesër me mendu. Ne do të punojmë paralelisht në dy drejtime. E para është aspekti procedural që jeni kryetari dhe e dyta me gjithë drejtorat që janë këtu. Gjithë njerëzit më të rëndësishëm të Ministrisë së Bujqësisë do jenë bashkë me mua dhe nga java tjetër do i propozoj masat se në çfarë forme mundu me ndihmu të gjithë këta fermerë mu rikthy. Që kjo është. Ai si ministër. Kështu që faleminderit për interesin.
propozon Instituti i Kosovës. Që kjo është përgjithë Instituti Bujqësor i Kosovës, me urdhër, kuadër shtabit, do të urdhërohet me ndihmë fermerëve në ekspedita mu trajtu raste si këto. Masat agronomike, nëse kjo nuk trajtohet, pema ka mundësi që infektohet dhe thahet, apo? Dhe ekspertin atë tregon burim. Që folë. Kjo është një alternativë që të tha ministri shumë e rëndësishme për mosat se Mamat madhe. po për këtë fali. Mas pari shprej shqetësimi për gjithë këtë dëm të fermerët, se jemi këtu në Kovrak, dihet një punë shumë vjeçare, një angazhim, një investim. Mirë po, tu i ngjona që vinë për natyre fatkeqësive. Mirë po si masa na ka dalë do ta ndërmorim idenë ato. Mirë po që tha ministri, këto shumë e rëndësishme trajtimet tash këtë fazë për shkak të pasojave vitit që vjen, mos ke probleme infektive edhe probleme tjera. Mirë po për këtë vegetacion veç është të përfunduar. Prodhimtaria, rendimenti planifikuar për vitet që tjera edhe sa më shpejt duhet të ndërmerren masat, më shumë të brenda 3 dite. Me fungicide, brenda 3 dite është Brenda 3 dite. jo më gjatë. Zotri minister, so përqend të domit ka për me ju kompenzua dhe apo na zotohesh se vërtet Kaloj për Po unë besoj që Ministrët e lekë kemi fjalë. sepse nuk e para punën se nuk e dim sa është vlerësimi i domit. Bëj që na thanë që nga 100%, so janë. Dhe unë e kuptoj këtë pjesë, mirë po mënyra se si të ne është e rregulluar me ligj është hapa cilë është fillimisht komuna e bën ekipin e vlerësimit të domit, komisioni. Komisioni i del në terren, i verifikon një për një gjithë dome që kanë ndodhur, jo vetëm bujqësor, por se kanë pas dome edhe tjera në infrastrukturë. E përpilon raportin e çon në Kuvend Komunal, Kuvendi Komunal e diskuton, e miraton, njëjtin raport ja dërgon agjencisë për menaxhimin e emergjencave. Agjencia e menaxhimit të emergjencave e këshir procedurën, metodologjinë e kalkulimit të domit dhe pastaj raporti final e dërgon në qeveri. Ç'ka është procedura? Pastaj Po. pastaj miratuar raporti. Po. Miratuar që është shumë. Po, do më që kjo është procedura. Kjo është procedura. Hajde ministri vazhdojmë, na? Falni, kemi vazhdu, na kemi